Përshëndetje. Sot kemi një paciente që do bëj 2 ndërhyrje, pra do bëj ndërhyrjen e veshëve dhe ndërhyrjen e hundës. Të dyja këto ndërhyrje do t'i bëjmë në një seancë. Kemi një vesh të dalë përpara, i cili ka të rritur pjesën e kërcit në mes, i cili e shtyn dhe veshi del goxha përpara. Kjo ndërhyrje bëhet mbas veshit, çdo gjë është e padukshme nga përpara, pra bëhet këtu ku është prerja e veshit që lidhet me pjesën e kafkës, pra me pjesën e kokës, e cila me sutura dhe me heqjen e kërcit të tepërt, kthehet në një pozicion të tillë, pra bëhet një vesh natyral. Sapo kemi mbaruar ndërhyrjen, kjo ndërhyrje zgjati diku te 30 minuta. Ky është rezultati, po të shihni veshi nuk ka më atë hapësirën siç ishte i dalë përpara, sepse ne kemi modifikuar kërcin. Dhe kjo është teknika më e sigurt që ne bëjmë, sepse modifikimi i kërcit bën që veshi mos të hapet ndonjëherë. Siç kemi dëgjuar që i bëri veshët dhe pas i vit ju hapën prapë. Kjo lloj teknike nuk ka këtë lloj rezultatesh, i ka për gjithë jetën, që veshi të ri në pozicionin e duhur. Tani do t'i bëjmë hundën. Hunda e pacientit është një hundë që ka një gung, ka vështirësi në frymarrje dhe do t'ja rregullojmë të dyja, dhe anën estetike dhe anën funksionale, sepse duket që ka një devijim nga krahu i majt, të cilin do ta kthejmë në qendër. Më pas do shohim se si do dalë rezultati pas ndërhyrjes së hundës. Pra, sqarojmë që në këtë ndërhyrje kemi bërë dhe veshët dhe hundën në të njëjtën kohë. Atëherë, sa kemi mbaruar operacionin e hundës, pasi bëm veshët, tani bëjmë dhe hundën, po të shohësh, hunda ka dalë shumë e bukur, ka marrë atë pjesën femërore, atë harkun e lehtë që duan femrat gjithmonë, maja është e ngritur pak më sipër dhe ka një formë shumë të bukur. Plus kishte edhe pjesën e drejtimit që e drejtuan hundën. Tani do vëmë tamponat, do vëmë kapsen, do vëmë gjitha dhe do presim rezultatin pas 7 ditësh. Να είμαστε και πάλι λοιπόν μετά την επέμβασή μου. Έχει περάσει μία εβδομάδα. Μπορώ να πω ότι είχα μια πάρα πολύ ευχάριστη επέμβαση. Δεν είχα καθόλου πόνους και μπόρεσα να πάω στην καθημερινότητά μου πάρα πολύ γρήγορα. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Εδώ πέρα είναι όλοι πάρα πολύ καλοί. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον γιατρό Γιουλιάν Ελβίσια και όλη την ομάδα του. Θα συνιστούσα το νοσοκομείο ένεται στον καθένα που θέλει να κάνει μια ρινοπλαστική ή οτοπλαστική. Είναι η πιο καλύτερη επιλογή που θα μπορούσε να κάνει κανείς. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας!